Kurani është udhëzim i përsosur. Në ajetin 9 të surës Isra, Allahu i madhëruar thot: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Në të vërtet, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira. Nga ky ajet i bekuar mësojmë se Kur'ani është udhërrëfyes i sigurt. Ai nuk udhëzon thjesht drejt një rrugë të drejtë, por drejt asaj që është më e mira për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurani është udhëzim i përsosur. Udhëzimet e Kuranit të shenjtë nuk janë të kufizuara vetëm në rituale fetare, por ato përfshin moralin, marrëdhëniet shoqërore, drejtësinë, ekonominë, politikën dhe çdo aspekt të jetës. Kurani është mbrojtje nga devijimi. Kurani i shenjtë na ruan nga rrugët e shtrembra që çojnë në devijim, humbje, padrejtësi dhe shkatërrim, duke na drejtuar gjithmonë ka zgjidhja më e drejtë dhe më e dobishme. Kurani është garanci për lumturinë e përhershme. Ai që e merr Kuranin për udhërrëfyes nuk udhëhiqet vetëm drejt së mirës së kësaj bote, por edhe drejt shpëtimit dhe kënaqësisë së përhershme në botën tjetër. Pra, ky ajet i bekuar në surën Isra na mëson se Kurani i shenjtë është manuali më i përsosur i jetës. Kushdo që e ndjek me besim e sinqeritet arrin suksesin më të plotë dhe jeton një jetë të ndritur e të drejtë. Allahu na ndriçoj zemrën dhe jetën me dritën e Kuranit.